Një kolaps energjetik mund ta përjetojë vendi nga nesër si rrjedhojë e mungesës së theksuar të prodhimit vendor të energjisë elektrike. Këtë gjendje e ka paraqitur sot kompania Kesko, e cila tha se në rastin më ekstrem, kjo do të ndikojë që gjithë sasia e energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë do të duhet të mbulohet përmes importit. Pas kësaj ka reaguar edhe Keku, i cili bën të ditur se vetëm njësia A3 është në operim. Sipas Kekut, njësia A3 është rikthyer në operim dhe po funksionon normalisht, ndërsa njësia B1 parashihet të rikthehet brenda 48 orëve, ndërkohë që po punohet maksimalisht për rikthimin në operim edhe të njësive të tjera të termocentralit Kosova A në ditët në vijim. Njohësi i fushës së energjisë Adhurim Haxhi Musa tha se rritja e importeve mund të reflektojë drejt për drejt në rritjen e tarifave për qytetarët dhe reduktimin e energjisë elektrike. Paqëndrueshmëria me furnizim energji elektrike në Kosovë varet kryesisht nga qëndrueshmëria e gjenerimit nga impiantet e gjeneruese të Kosovës A dhe Kosovës B. Si rrjedhojë e moshës së tyre, domthonë vjetërsisë së tyre, këto impiante janë të paqëndrueshme. Rritja e importeve në Kosovë nënkupton edhe rritje e kostës furnizimit me energji elektrike, dhe rritja e kostës furnizimit nënkupton edhe tarifa më të larta për konsumator. Këto institucionet e Kosovës kanë rënë disi në gjumë. Madje për të minimizuar ndikimin e kësaj situate, Kesko u bën thirrje të gjithë konsumatorëve që të aplikojnë masa të menjëhershme të kursimit të energjisë elektrike.